Përshëndetje të gjithëve. Tu jemi te Glaja Skëndeli Bohova. Shikoni tabelën e Bashkisë së Lushkje. Shikoni çfarë date thot fillimi i punimeve? Maj 2026. Po të shikojmë edhe këtej s'ka data e fundimit gushtë 2026. Pra jemi mes korrikut, nuk është bërë absolutisht asnjë gërmim, asnjë lloj sistemimi apo jemi këtu për trekun, ndërkohë që të gjithë tregtarët e Shkreti Hoqën i lanë pa bukë kalamaj. Me këtë ushqeshin, me këtë manifamiljen, presit hapet ky treg sepse policia bashkiake në atë palo pilafin i hoqë nga rrugat Shkretat dhe sot me zin nxjerrin korën e bukës. Nuk kanë më, zero, sepse i lanë në Shkretpir. Ka një gjë, po të shikojmë këtu, zakonisht fitojnë këto firmat, që po të shikojmë në tendra atjerë rrinë gjithmonë me ca deputet që kandidojnë për deputet përses. Do të ja u tregoj në fund materialit, do të keni edhe një surprizë. Pse ky tender është për flamur të kuq? A e dini se për çfarë janë skualifikuar ose skualifikuar një operator tjetër? Vetëm se nuk ka skrep me zinxhir. Nuk ka skrep me zinxhir. Tani të shikojmë skrepin e Modestes këtu në terren. Duket në skrep me zinxhir ky, tjetër është skualifikuar se nuk ka skrep me zinxhir. Ku ka zinxhir? Ky me gomë rrika, ai me zinxhir, nuk ishte zinxhir e tjetër nuk fitova. Kështu që ky është i tender nga Open Data, prap me flamur të kuq, rast për të verifikuar. Urdhërova ke sheshin sa asnjëri s'ka vënë dorë, s'ka filluar. Tu kalon dhe rryma 20.000 kV që nuk e di se si do ta bëjnë dhe çfarë do t'i gjejnë, se ka probleme me rrjetin elektrik këtu poshtë që është kalon 20.000 kV, por mbi të gjitha ka lënë të gjithë tregtarët në mëshirë të fatit dhe kjo është drama më e madhe që i ndodh këtë lagje. Pra siç e pata ti duhet fillonte në maj, nuk ka filluar, ka bërë vetëm të palo rrethfil, ka heq tregtarët e Shkret dhe në fund gushtit kjo do mbaroj. Ne jemi në pritje, hap pas hapi, që ato lekë e taksa paguesve shqiptarë, vetë atyre Shkretat Hallëxhimi që shisnin këtu, vend tek i Zotit. Do presim fundin e gushtit, por me gjë. Shikoni pse keni skualifikuar, ja u e ka rrotën ai, nuk ka zinxhir, është me rrot. Dhe për një gjë tjetër, mos ndoshta se në gjithmonë ka qenë bashkim operatorësh në tenderet e tjerë me ata që janë të ujësjellsi dhe që akuzohen për tenderin e ujësjellsit mbi 5 milion euro për të dushkut, por me atë do merremi çik më vesh, sepse pas ka fituar Qelloka që e fiton një kandidat që ka kandiduar për listën e PS-s. Megjithatë, ai është një moment tjetër. Shikojmë te momentin e parë, jepini përgjigje qytetarëve.